Ka 13 vjeç që Arjeta Islami është pjesë e organizatës të Ideas Partnership në fushë Kosovë. Sot ajo është koordinatore e qendrës, duke punuar çdo ditë me kolegë dhe përfituesin nga komunitete të ndryshme pakicë, kryesisht rom, egjiptiane ashkali. Si pjesëtare e këtij komuniteti të fundit, Islami thotë se puna në organizat i ka ofruar jo vetëm mundësi profesionale, por edhe përvoja që ka ndihmuar në ndërtimin e urave mes të gjitha etnive. Me ardhmë me punu në tip është për ime një emocion shumë i mirë, për shkak se përveç punës që na i ndihmojmë komuniteteve dhe njerëzve që kanë nevojë, edhe brenda me kolegët e kemi një bashkëpunim shumë të mirë edhe një përkuptim shumë të mirë. Dhe me thonë, çdo herë bashkëpunojmë edhe i dalim ndihmat ku ka nevojë njëri tjetri. Me kolegët nuk është që kemi ndaj sfidë, ose edhe nëse i kemi, domethënë e zgjidhim, mundohemi që me ndihmu njëri tjetrin që tash më herët edhe me gjetë një zgjidhje për sfidën. Pa marrë parasysh sfidat cilat dalin, do të thotë kur ti ke synim për me ndihmu dikujt, asnjëherë nuk e sheh cilet komunitet ose një paragjykim për dikë tjetër. Do të thonë çdo herë duhet me pas primar punën, përgjegjësitë cilat i merr, edhe me kry përgjegjësinë edhe me ndalë ndihmë personave cilat kanë nevojë. Do të thonë nuk është me rëndësi cilit komuniteti takon ose çfarë pozite ka varësisht prej komunitetit. Do të thonë duhet me pas një bashkëpunim të mirë fillt që puna me shku shumë mirë. Të njëjtën përvojë ndan edhe bashkëkombasi i saj, Hysni Hasani, që si koordinator në këtë qendër thotë se puna me kolegë nga komunitete të ndryshme karakterizohet nga komunikimi i vazhdueshëm. Përtej dallimeve, qëllimi i përbashkët për të ardhur në ndihmë njerëzve ka krijuar një gjuhë të përbashkët mes tyre. Bashkëpunimi është shumë i mirë. Tregove që i punëtori parë që jam këtu se 15 vite, edhe ka pas shumë punëtor tjerë tipit, për shembull që ka pas për komunitete të ndryshme, por bashkëpunimi është i mirë shumë, komunikojmë shumë mirë, edhe është për sfida, probleme bashkë, sikur tash që jemi për shembull në takim, edhe diskutojmë se mënyra se çish më zgjidhja ai problem ose në ndryshme që kemi projekte. Tu po përvojat tona ndryshme, nevojat e njëjta, për shembull qëllimet e njëjta që për me ndihmu, edhe kemi osur gjuhë përbashkët për ndihmën e komuniteteve këtu. Ky bashkëpunim reflektohet edhe në aktivitetet e përditshme të organizatës, ku të rinj nga komunitetet të ndryshme angazhohen në mbështetjen e fëmijëve dhe nxënësve. Ata kontribuojnë si asistent në punën me fëmijët e kopshtit dhe nxënësit e shkollave fillore, duke krijuar një mjedis ku bashkëpunimi dhe mirëkuptimi ndërtohen që në moshë të hershme. Për drejtorin ekzekutiv të organizatës, shqiptarin Arban Osmani, kjo çështje ka qenë pjesë e punës së organizatës që nga fillimi i saj. Ai thotë se përfshirja komuniteteve të ndryshme në staf jo vetëm që ka ndihmuar në krijimin e besimit të qytetarëve, por edhe në kuptimin më të mirë të nevojave të tyre. Organizata jonë për momentin ka 20 punëtorë aktiv. Dikon 45% e stafit janë prej komuniteteve, pra përveç komunitetit shqiptar, ka komunitete ashkali, egjiptian, rom, e kështu me radhë. Pra jena mundu me pas një gjithë përfshirje të gjitha komuniteteve, për arsye se edhe puna që bëhet këtu në qendrat tona është kryesisht me këto komunitete. Dhe kjo për arsyen se qytetarët e komuniteteve, stafi që i kemi prej komuniteteve, i di nevojat, kërkesat edhe çka do që ata vinë më mirë se gjithë tjerë, po ashtu përmes tyre kanë krijuar një farë adresa, një farë besimi më të mirë, edhe kështu kemi vazhduar me funksionin që sa vite. Bashkëpunimi me staf, sidomos është shumë i mirë, normalisht në seancat e përgjithësive dhe të punës që kemi të përditshme, bashkëpunimi është i mirë, po kjo ka ndikuar shumë më mirë edhe në krijimin e bashkëpunimit dhe punës edhe me përfituesit tonë që i kemi atë komunitete të ndryshme. Por gjithë kjo histori suksesi nuk nisi me një projekt apo strategji të planifikuar. Bashkë themeluesja e organizatës që u themelua me 2009, Elizabeth Going, thotë se momenti vendimtar për misionin e saj ndodhi 2 vite më pas nga një takim i rastësishëm me një vajzë 9 vjeçare nga komuniteti ashkali, e cila dëshironte të shkonte në shkollë, por nuk ishte pranuar. Ideja ka fillu me një varg qëllimesh, se kemi punu edhe vazhdojmë me punu edhe me ambientin, edhe me trashëgimin kulturor, por një mësuese me profesion, pra mas shumëti për arsimin, por jo veçanërisht për komunitetet pakicë në atë kohë,
kur kemi themelu organizatën. Mirë po, krejt puna dhe natyra e organizatës ka ndryshu kur unë jam taku rastësisht me një vajzë nga komunitetin Ashkali, vajzë 9 vjeçare, Gjelania, edhe ajo më ka tregu që ajo ka dëshirë me shku në shkollë, edhe shkolla nuk e ka pranu. Pra unë si mësuese kam thënë që unë mundem të mësu në mënyrë që ti mundesh me kalu testin që ka vendos shkolla si farë barrier për pjesëmarrje në shkollë. Edhe ideja ose përgjigja e saj është shumë interesant kur kam thënë hajde edhe të mësojmë bashkë çdo ditë, ajo thotë a mund të vinë edhe shoqet e mia? Edhe kjo më ka bërë shumë përshtypje, sepse faktikisht kjo është mënyre ma transformuese që mundesh me reagu ndaj një mundësi, jo vetëm me marrë atë mundësi për veten, por edhe a munden marrë edhe shoqëria ime. Edhe kështu ka thënë ajo edhe prej një fëmijë u zgjeru në një aktivitet kur Sipas Going, paragjykimet thyen më lehtë kur njerëzit njihen dhe bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Ajo thotë se përmes vullnetarizmit, arsimit dhe punësimit, pjesëtarët e komuniteteve të ndryshme krijojnë marrëdhënie që ndikojnë në uljen e diskriminimit dhe forcimin e mirëkuptimit në shoqëri. Bashkëpunimi është shumë i mirë, edhe më pëlqen sepse ne nuk e bëjmë bashkëpunim mes komuniteteve si një projekt. Ne e bëjmë përmes aktivitetet që njerëz që kanë një qëllim të përbashkët hasin njëri tjetrin gjatë punës. Jo që atë bashkëpunim është qëllimi në vetvetin, por kjo del rrugës edhe në mënyrë natyrshme. Edhe kjo vjen më shumë ti përmes vullnetarizmi, sepse kemi vullnetar të komuniteteve rom ashkali egjiptian që janë në këtë lagje edhe lagjet përreth qendër të tjera, po kemi edhe vullnetar që janë prej komunitetit shumic, edhe ata vullnetarët vinë në qendrët edhe shoqërohen mes vetë, rini me rini, ose një student që punon si vullnetar në qerdhe çdo javë, edhe ata kështu njohin me individët, jo me komunitet si një grup që është si diçka e huaj. Përveç programeve edukative për fëmijët, në qendër zhvillohen edhe aktivitete që mbledhin së bashku vajza, të rinj dhe familjen nga komunitete të ndryshme. Një prej iniciativave të veçanta është Free Shop, ku qytetarët dhurojnë veshmbathje, këpucë dhe artikuj të tjerë për familjet në nevojë. Përmes këtij modeli, ndihma shndërrohet në një formë konkrete solidariteti mes njerëzve nga komunitete të ndryshme. Edhe një shembull tjetër për si e bëjmë integrimin e komuniteteve të ndryshme është përmes Free Shop-ën, edhe kjo është diçka shumë konkret. Kur një familje, qoftë shqiptare, po çfarëdo tjetër, kanë do robët ose çantët e shkollës ose këpucët që nuk i vënë më, edhe janë në gjendje të mirë, ata na falen, na e ofrojmë në këtë Free Shop, edhe familjet që janë për një mend me nevojë vinë edhe mund të zgjedhin me dignitet, munden me përzgjedh çka është element ose artikull që i vënë për një mend. Edhe ata këpucët ecën bashkë me fëmijët deri bankën e shkollës. Edhe ne jemi shumë përkushtuar për me tregu donatorëve, ata që kanë zuru këto këpucët ose batanijet për bebët, sa më shumë e dërgojmë një foto. Përveç mbështetjes në arsim dhe aktiviteteve komunitare, organizata ofron edhe shërbime që lidhen me mirëqenien dhe shëndetin e familjeve. Çdo të shtunë, shqiptarja Mirnia Gojnovci zhvillon këshillime shëndetësore për gratë dhe vajzat nga komunitete të ndryshme në fushë Kosovë, duke trajtuar tema që lidhen me shëndetin e tyre dhe fëmijëve. Unë asnjëherë nuk kam pas problem. Unë shumë kom punu në për komunitet, shumë kom hina për shtëpi aty, në shko kuj vizitav që kena puna për shtëpi, për shtazana, për bebat e vogla, për fëmijë deri në 3 vjeç, për vaksinim në për shtëpia, nuk kom pas kur problem, kur s'kan hezitu, asu nuk kom hezitu, pas ata nuk kanë hezitu. Se mo me kolegët të nuk kom, në këtu kaloj shumë mirë. Nuk muj me thonë, nuk e di, nuk muj me dalu është një komuniteti tjetër, apo çfarë komuniteti është. Mënyra që na pranojnë është shumë e mirë. Ata na pranojnë, i bojmë qatë vizit që kena për grunë, këshillimi me po terapin që shka me marë, beba sa është e vogën, varet për moshës bebës, çfarë këshilla me dhonë. Organizata The Ideas Partnership mbështetet nga organizatat dhe fundacionet humanitare, por edhe nga agjencitë shtetërore zhvillimore. Kryesorët për tyre janë UNDP, UNICEF, UN Volunteers, Save the Children, The Rockefeller Brothers Foundation, si dhe ambasadat e Britanisë së Madhe, SBA-s, Finlandës dhe Austrisë.
Atë e themeluan Elizabeth Going, Ardiana Rifaj dhe Robert Wilton, ndërsa e mbikëqyr një bardh po ashtu vendore ndërkombëtar.